Do me thënë, ati si intereson do njerë thot që vetëm pesimist, por unë gjithmonë... Unë që si jam me biznesit dhe që s'profitoj asgjë, përpiqem gjithmonë të jap një optimizëm dhe nuk është keq një gjë tillë. Prandaj të them. Fryma është e rëndësishme, patjetër, por unë përpiqem të jem gjithkohën realist, sepse duhet pa realitetin sy që ne të vetë rregullojmë. Dhe në analizën e përgjithshme, unë po konsultohesha me disa shifra, edhe absolutisht që në goditjen e parë dhe në cënimin e parë, Arabi Saudite, Dubajt konkretisht, ju anulluan 80.000 fluturime. Po flasim për një gjigant të turizmit kohëve të fundit, i cili po merr një goditje jo të vogël, dhe shtetet të cilat cënojnë në mënyrë të drejtë për drejtë janë pikërisht Turqia, që është afër konfliktit, Irani vetë absolutisht, Katari, Dubai, Emiratet e Bashkuara, të cilat kanë një fet jo të vogël në turizmin e viteve të fundit. Mirë se Turqia na merr një numër të lartë të pushuesve, i bie që... sidomos nga ne familjar. Sepse familjet e preferojnë shumë, është bën dhe komoditet. Po, një javë do t'i çosh fëmijët atje dhe do pushosh. Tani dhe Turqinë e futëm në këtë listë? Është sepse shikohet dhe si next target. Në analizat po t'i ndjeki me kujdes analizëve të ndryshëm të konflikteve të luftrave, shikojnë si target përveç qëllimit kryesor të vetë shteteve të bashkuara që kanë rival historik Kinën, që drejtojnë andej, por në raport me Izraelin, shikojnë dhe Turqinë pak të cënuar në këtë lloj drejtimi, por ne personalisht në fushën e turizmit nuk na intereson shumë kjo pjesë, na intereson se si do të eci biznesi në atë dheun tonë në fundit. Dhe i gjithë ky spostim për shkak të konfliktit shihet që është i përqendruar në Europën e cila laget nga deti Meze, Europa jugore më saktë. Dhe ishujt Karaibe kishin një shifër jo të vogël të spostimit të këtij lloji turizmi. Dhe po flasim për turistët e shtetasve amerikan dhe europian që janë ata më të rëndësishmit në tregun e turizmit, që shpenzojnë dhe më shumë realisht, dhe për hir të vërtetës, siç e tham dhe më parë, Spanja merrte fetën më të madhe, diku tek 40% e këtij lloji spostimi, dhe që tani kanë probleme me mundësitë akomoduese të tyre, dhe Shqipëria, duke përfshirë këtu Italinë një pjesë, Italinë jugore, Kroacia, është një pjesë e merr dhe Malta, dhe Malizi, kështu përfitojmë dhe ne në këtë lloj